se vini në vlogun tim të radhës. Është vlogu im i 4 dhe momentalisht ndodhem në Itali. Këtë herë nuk i kisha bërë fare në plan që të vija. Një histori e gjatë që dua t'ja shpjegoj sepse më ka ardhur dhurat ky udhtim. Bëra pushimet e mia në Itali. Në qershor e mbylla kapitullin, e mbylla pushimet e verës, fillova punën, të mirësha me gjërat e përditshme. Po flisja në fakt me një shoqe dhe i thash që shiko, kjo koha në Bruxelles është kohë me shi, shumë depresive, dua të shkoj diku, nuk mundem sepse kam punën. Shoqja ime në fakt është nga ky vendi ku ndodhem unë, në Bore. Dhe tha, po ti mund të vish tek bujtina ime në Itali. Janë 3 familje momentalisht, ishin më shumë kur erdha, kam 3 ditë këtu. Është një shtëpi normale, domethënë është shtëpia e saj që është me shumë dhoma, vetëm 2 persona jetojnë, vetëm prindërit e asaj jetojnë këtu, kështu që kanë pas këtë idenë, pse jo mos japim dhomat me qira, të ftojmë turista, sepse këtu pamja është shumë e bukur. Qytetet afër, mund të bësh hiking, normalisht është fshat i vogël, por nëse don qetësi, pse jo? Kurse më ka kushtuar shumë edhe bileta avionit edhe për të ndryshuar vend është super. Sot kam më shumë kohë për vete. Kur kam kohë të lirë, preferoj të ecë në natyrë. Sot është dita e parafundit, nuk kam filmuar, të ju them drejtën fare. Kam filmuar vetëm pak dje në mëngjes, edhe një little hiking që bëra, thash okay, të ulem pi diçka edhe të bëj një hiking të vogël, të shkoj deri në qendër të fshatit, është 20 minuta në këmbë, por është malore. Vetëm aty kam filmuar pak edhe përpos kësaj nuk kam filmuar fare, sepse nuk duhet të dukesh sikur kisha ardhur të filmoj, ose nuk e di, duhet të isha pak më e lirë, kisha ardhur për qetësi. Që thash sot kam kohë të lirë, do shkojmë në Lum, natën na kanë premtuar që do të shkojmë në një qytet të vogël këtu afër, sepse ka një festival me drita, kështu na thanë. Nesër është dita ime e fundit, e kam deri në orën 12, të shohim se si do shkojnë gjërat. Pastaj do të shkoj të vizitoj pak Milanon. Kam qenë për vit të ri, por nuk e kam parë kur Milanon në verë dhe kështu do e marr me vete. Përshëndetje nga dita tjetër. Atëherë jam zgjuar me shumë pozitivitet. Sot jam rrugës për Milano. Kalova shumë bukur dje. Shkuam në Lum, u kënaqëm. Është ora 9:30 për momentin. Do nisem për Milano. Çanta është gati. Do marr një autobus, pastaj nga ai do shkoj në një qytet dhe nga qyteti do marr trenin për të mbërrit në stacionin central të Milanos. Do kaloj vetëm një natë në një Airbnb dhe pastaj do nisem për në aeroport.